Dhe ne do të përqendrohemi pikërisht këtu te zgjedhjet parlamentare të 11 maj dhe do të vjojmë një bisedë në këto momente, një bisedë ku do të përqendrohemi tek fushatat, tek programet e dy partive. Nga Partia Demokratike është zoti Etem Aga, që është kandidat në listën e hapur në qarkun e Tiranës për Partinë Demokratike, mirëserë zoti Aga. Dhe nga Partia Social-Demokrate është zoti Dritan Idrizi, kandidat në qarkun e Tiranës. Mirëserë, faleminderit. Në listën e hapur. Faleminderit zoti Idrizi. Faleminderit juve. Zoti Aga, nisim së bashku. Ndoshta thjesht për rendin alfabetik të mbiemrit. Për herë të dytë kandidoni në siglën e Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës, në zgjedhjet e vitit 2021-2025. Si ka ndryshuar Tirana, elektorati, perceptimi qytetar i kryeqytetit për Partinë Demokratike? Çfarë ndryshime shihni dhe çfarë gjëra të njëjta? Atëherë, 2021 me 2025 nuk kanë asnjë lloj lidhje mes tyre. Sipas meje. Fushatën e vitin 2021 unë e kam bërë në qarkun e Tiranës, por edhe në 2025 jam përsëri në qarkun e Tiranës, edhe mbuloj si drejtues politik 8 ish komunat e mbi Tiranës, nga Farka deri në Ndroq. Shoh një klimë shumë pozitive për Partinë Demokratike. Por kjo është e lidhur edhe me problematikat, korrupsionin, apo të gjithçka që ka ndodhur gjatë këtyre 4 viteve të fundit, gjatë 12 viteve të fundit, po sidomos këtyre 4 viteve të fundit. Klim pozitive mbështetje për Partinë Demokratike? Absolutisht. Po, është një mbështetje dhe është një ka një energji shumë pozitive se 4 vite më përpara. Pse e them këtë? Është mbështetur mbi disa shtylla. Një nga shtyllat është vota e diasporës. Se që në fillim të unë po ju them që jam kandidat i Partisë Demokratike, i pari në listat e hapura të Partisë Demokratike, si dhe i përzgjedhur për diasporën. Sepse unë kam jetuar 35 vite në Francë, vi nga Parisi, edhe kandidoj në listat e hapura të Partisë Demokratike. Prandaj që është vota e diasporës. Është vota e diasporës që do të bëjë ndryshimin sipas mendimit tim. Vota e diaspora ka filluar të votojë. Ka 2 ditë që kanë filluar të votojnë, edhe lajmet mira më vinë mua në lidhjet personale dhe politike që kam në të gjithë botën për diasporën. Dakor. Kjo është në përgjithësi, pra është diaspora. Unë dua tani për Tiranën, në terren. Do me thënë, si e shihni ju terrenin, zoti Aga? Ju thatë që është një klimë pozitive. Lidhet kjo me leadershipin e Partisë Demokratike, apo sepse i shihni qytetarët e Tiranës më të pakënaqur me qeverinë? Kanë kaluar 4 vite. Do me thënë, cila është, kush e bën më shumë diferencën në këtë? Pakënaqësia e qytetarëve ka arritur kulmin. Mendoj unë në perceptimin e njerëzve. Unë ka afërsisht 1 muaj që bëj fushat në të gjithë zonën në cilën unë mbuloj. Unë e shoh që nuk ka njëri të kënaqur. Ka njerëz që janë të biles të terrorizuar, po them nga hajvanllëqet e administratës së Partisë Socialiste. Për shembull, po ju tregoj një shembull shumë të thjeshtë. Isha para 2 ditësh në një fshat, edhe aty po dëgjoja një njeri që më thonte që vetëm për të bërë një çati, do të ndrote një çati sepse kjo çatia i kullote ujë, i kishin shku mbi 10 njerëz. Edhe ishte një socialist, edhe ishte unë habita faktikisht, që her pas herë do edhe i kërkonin rrushfete. Çdo herë që shkonin i kërkonin rrushfete. Edhe kjo është pakënaqësia ose kalbja, si të them, e sistemit 12 vite në pushtet dhe me gjithë këto korrupsion të tmerrshëm që nuk po shkoj tek incineratori i Tiranës apo degdegsi i Tiranës që ka kushtuar 130 milionë euro e që nuk ka një tull aty. Nuk po shkoj tek problematikat e 5D-s apo burgosja. Po pra, po.